Mirëmëngjesi, jam nisur për të bërë një hecje dhe vendosa që të bëj edhe një guid për të treguar pushuesve që në Borsh është dhe një rrugë e re që është bërë këtë vit, që ndihmon pushuesin për të zbritur sa më shpejt poshtë në det. Ose për shembull të zbresë se çau Borshi ose te resorti ose ke Luna Mare. Pra të hotelet që janë anë të detit. Kjo është një rrugë në fakt në funksion të gjithë pushuesve që zgjedhin të akomodohen në pjesën e fshatit në Borsh, në pjesën lartë në Ixuar, ku është dhe qendra. Unë jam duke zbritur me makinë për arsye sepse unë kam shtëpinë ke spitali ose te shkolla dhe aty kam një kthes shumë të fortë, vendosa të shkoj deri tek Vila e Lekajve ose Pallati i Lekajve për të parkuar makinën dhe që aty do të bëj një ecje duke zbritur në pjesën poshtë detit dhe pastaj do ngjitem te resorti për të kaluar prapë të njëjtën rrugë në kthim dhe për të u afruar ke Ixori. Tash unë kam marrë një kafe. E mora në shtëpia në fakt, jam duke u afruar afër vendit ku unë do parkoj, rruga është fantastike, peizazhi është i mrekullueshëm, rruga poshtrohet, është edhe një trotuar i cili do të jetë në funksion më vonë të ecjes ose të shëtitjes, ka ndriçim, një pjesë është vende ndriçimi. Do ishte mirë që këto vendet hapësirët Borshi kanë ngelur, sepse ka disa vende të papastra ose me mbeturina, ato ndoshta do të pastrohen, po do ishte shumë mirë që për të mos humbur origjinalitetin e Borshit dhe ato që e përfaqëson Borshin, në anësore të bordurave të vazhdonte mbjellja e ullinjve, sepse ulliri është ulliri është pema në fakt që identifikon në Borshin dhe të gjithë këtë hapësirë me një vibregdetar 7 km dhe me një sipërfaqe rreth 70 km2. Unë kam ndaluar tani këtu, po pres, do filloj me ecjen. Okej. Rruga që do të përshkruajmë do të jetë, është e gjitha e shtruar, panorama është fantastike, është shumë freskët, jemi duke zbritur. Ky është trotuar që do të jetë në funksion të shëtitores Borshit në pjesën e zemrës Lajës Aliq. Këtu janë hotelet, ka nevojë për pastrim, po mendoj që do rregullohen, do hiqen gjitha këto. Kam përshtypje që edhe banorët do investojnë me pemë. Kjo është një rrugë që do çonte Jurgeni. Jurgeni i njohim ne banorët ashtu. Aty poshtë janë lagjet e vjetra të Borshit, këtu janë hotelet, është e populluar te Luiza, që ka shtëpisa Druri, është hotel Borshi në krah të djathtë. Pastaj kemi Jurgenin, lokalin e Jurgenit, që e kemi përballë, këtu do pim një kafe, ne, shkojmë pak peizazhin. Aty ndodhet e një anije është ankoruar anija që është në funksion të guidave për pushuesët, mund të kontaktoni edhe për këtë pjesë në faqen tonë. Ne do të ngërihemi tani që këtu dhe do të vazhdojmë udhëtimin me ecje duke përshkruar rrugën kryesore. Po ngjitemi këtu pas resortit të madh të fshatit të Borshit. Rruga është pak, kjo ngjitje është çike fort në fakt. Për të apasionuarit pas ecjes nuk kam një problem, po për mua që jam amatore, që mezi ngjitem, çik problemi i madh. Sa të mësohem. Megjithatë, peizazhi është fantastik dhe të motivon, ne do ngjitemi në rrugën kryesore ku dhe kaluam pak më përpara. Çdo gjë është perfekte, shumë shpejt kjo zona këtu pretendoj që do të ndryshojë sapo të mbarë rruga. Patjetër që këtu do të ketë projekte që i afrojnë dhe standardit dhe kërkesës për të zhvilluar Borshin. Nuk besoj se do ketë abuzime apo që të dalin përtej pritshmërisë apo natyrës për mos e gacmuar natyrën dhe të dominoj, domethënë kjo e veçanta që deri më sot ka sjell pushuesin në Borsh, ne do ngjitemi. Unë do vetë do marr makinën ku e kam parkuar pak më përpara edhe do të tregoj një rrugë tjetër ose do të kthejmë në rrugën kur unë nisa
për të treguar që ajo është ende në funksion, mund të shkosh dhe mund të vish, dhe është shumë funksionale për banorët që zgjedhin të akomodohen në qendër, sepse unë si një agjente e turizmit vullnetar këtu në Borsh, shpeshherë kur unë sugjeroj apartamente ose hotele këtu lart në fshat, dilema është apo sa larg, sepse patjetër bëjnë atë rrugën te karburanti, te fusha e ullinjve dhe dalin tek vila, por tani kjo rruga e shkurton jashtë mase, sidomos për neve që jemi këtu lart. Domethënë, rrugës unë hasa shumë makina, hasa shumë turistë që ecnin në këmbë, pra kishin zgjedh ta ecnin në këmbë me ato çantat e tyre që zbresin poshtë në det. Është shumë afër. Unë e bëj këtë rrugën, bëj dhe rrugën nga vila, bëj dhe rrugën këtej nga Aliqi. Ne tani do dalim, banorët kanë luajtur një rol kryesor në fakt, sepse kanë pas prioritet bërjen e rrugës, duke u futur dhe në pronat e tyre. Pra prona në këtë rast ka qenë fare pa konsiderueshme, duke patur parasysh prioritetin e rrugës që duhet bërja. Këtu po dalim tani tek pjesa e Xorit, i themi ne, ose qendra e Borshit, ku janë dhe tabelat që juve shikoni shpeshherë dhe orientojnë për vazhdimin e rrugëtimit për fshatrat e tjerë. Këtu tani është pjaca, mund të themi, e Borshit. Pra ashtu i Varash, jemi në videon tjetër.